po veç blokohesh. Ja, për çka s'kemi mujt, diçka që varet shumë prej çysh është rregulluar me kushtetuta jonë. Vetëm besoj nuk kemi mujt me bo një sistem të drejtësisë që i konvenon popullit. Një sistem të drejtësisë, një prokurori. Veç drejtësia si konvenon. Popullit i konvenon me punu në radar, me punu në zezë, mos me pagu të atim, ka pak me vjedh, mi quni para gjykime tash. Jo, s'jam para gjykime, këshyre numrin e ndërtimeve. Qysh i konvenon me vjedh? Këshyre numrin e ndërtimeve pa leje, këshyre numrin e njerëzve që s'pagujnë të atim, këshyre numrin e njerëzve që punojnë në zezë, e shë që duk janë këto para gjykime, këshyre kryeministrin që priton me shku mu lajmëru në prokurori, kë popull drejtësi nuk dënë, po mundet mu maru një sistem cilin po pajtona që ja keni huqë. Jo, s'është që ja kena huqë, po është përpjekjet që ka qenë vazhdimisht. Okej, s'kanë qenë sukses. Përpjekjet që ka qenë vazhdimisht, edhe që ti je i kufizum për do procedurave, që ti nëse do me ndjek deri në fund në njërë demokratike, shkon. Atëherë, jo, shkon. Po do të me qenë, ata me kry punën e vetë, që shdojt, edhe na me kry punën tonë që shdojt. E shtu pajtojmë, prokurorët shumica nuk e krymë punën e vetë që shdojt. Tash, kur jemi të vlerësimi prokurorëve, të gjitha raportet që e vlerësojnë, për shambull, ata qka kanë për detyrë? Ata kanë për detyrë për me një krimin. Për me një krimin. Edhe nëse na i lestojmë veç 5 momente dramatike, kriminale në historinë e Kosovës për vitit 2001, edhe epilogun e tyre na e dim që shenë shkatëru landët ma kështu që për Kosovën kam përbë lajme edhe ndërkombëtare për nga vëllimi, dhe më dhoni korupcionit që pretendohet që aty o përfshi edhe. Qka i bjen kjo? Kjo i bjen që duke e konceptu ata vetë vetën, si tërësisht një domen i shkputur, madje edhe prej vullnetit qytetarëve. Se prej vullnetit të institucioneve, prej parlamentit e ata se bujnë sa peq, po edhe prej popullit, që ajo është ma e keqja, ata e kanë konsideru diqysh si sistemi ma mërmenja mu që është stërkeq, në kuptimin e logaridhënjes, po thëmë stërkeqja. Në kuptimin e logaridhënjes. Pastaj, kërkush nuk jep zërë këtu. Me dalë drejtësisë në fund edhe me pse, sepse radari funksionon me çfarë amniki. Learti është i forti, Learti është ai që mundet me t'i shu njerëz shpe, Learti mos t'i qoftë njerëz shpe, mundet me pas na i qantë, kush e di me para, me na i sen, edhe tash gjithmonë ka hapësirë për negociata. E kur drejtësia bëhet sistemi negociatave, çaj është pak problem. Nuk ka negociata në drejtësi. Në drejtësi ka vetëm drejtësi edhe qashtu me shku krimit deri në fund. Pra nëse e merë drejtësin në kuptimin e ministrave, ministrave dhe pozitave më të larta se ministri, në kuptimin e targetimit e shënjestrimit të unë qëtu në Kosovë, e kun vërtetu prej përvojës time modeste, sa kun përcjell që drejtësia efektin ma substancial në Kosovë e ka pas efekt mediatik. Drejtësia. Për të efektit mediatik, kur far efekti substancial për me pru ligjë, edhe për me shpagu gabimin që ka ndodhë, krimin që ka ndodhë, qoftë aja vjedhje, qoftë krejt vjedhjet që i dim, dhe mund, kështu ma të mdoja dhe prej kontratave kriminale, dhe mund, që kun homologimi, e deri të zë mobile, e mos flasëm pastaj edhe për bete lenken edhe për krejtë. Do me thonë, po, edhe aja mund tjetë njëse, kur e shet një sen që është i popullit, e nuk është i yti lirë... Ja, dhe mund tjetë është evoluoj, ma herët keni thonë që është.